burgers do përgatit për sot, ose mund t'i thoni qoftet e gjyshes, se janë tamam si qoftet që na përgatiste gjyshja një herë në një kohë. Edhe unë i hedh nga të gjitha brenda, vetëm që djali do që t'i thojë burger, siç e patë unë i hodha. Edhe qumësht, edhe salcë domate, kripë, piper, një çik tamerik, i hodha qep, kuptohet, karota të grira. Çfarë u merr juve mendja, i hedh brenda në qofte, burgersojni si të doni. Burgers këtu i bëjnë vetëm me qepe dhe kripë dhe piper kaq duan, por unë i hedh nga të gjitha që të dalin më të shijshme edhe të marrin të gjitha vitaminat që na duhen. I hodha edhe majdanos në fund, rigon, çfarë tjetër, siç i pat të gjitha o njerëz. Qumshi i bën më të shkrifta, më të buta, po ashtu edhe salse domates, ndaj i hodha një çik. I hodha bukë të hupët, do me thënë të ndënjur, siç e themi, që të bënen ashtu të forcohen pak edhe të dalin të mira. Unë i vendos, bëje shumicë dhe ose i vendos në ngrirje edhe i shkrit kur më duhen, ose pastaja i pjek atë moment, nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka që dalin shumë të shijshme, shumë të shëndetshme, edhe nuk janë burgers që do merrja nga fast foodi nga jashtë, që mi kërkon djali, edhe e dim të gjithë se si përgatiten ato, me çfarë mishi, edhe çfarë janë këto që përgatitim në shtëpi. Do më thoni edhe mishi që përgatit në shtëpi, sikur e di se nga të vjen, po të gjitha të tjera ti di të paktën. Kalani bukur.